nderuar kryetare, nderuar deputet, kabinet qeveritar, dashur qytetar, edhe sot erdhë mashtruesi para nesh me rimashtrim ideal. Dhe për të regoj që na mashtoj forci para prakën të rashë fjallorin zoti Haradinaj. Ju lutem, mashtrimi nuk është fyrje. Sot ndodhe një mashtrim këtë që të kujdeseni ndodhe një për mashtrim fjallorin e në këtë foltore e po du me demasku këtë mashtrim në mënyrë më të keqe të mundshme. E para, kolega që foli para me këtu, është që sa vjetë në pushtet. Mban përgjegjësi për çmimet, mban përgjegjësi për vjedhjen që po na ndodh në energji, për fakturat që po na vijnë. Ky dhe qeveria atij edhe ju mbani përgjegjësi, dhe s'muni me i kësaj përgjegjësie në asnjë variant. As muni më shef pas ligjit tavan, as kur gjo se oligark tu kryeministër janë të shitë të blej energji. Edhe për ushtohen kompanitë për ditë e më shumë njerëzve të afërm tu. Duhet këtë një koreksi këtu në këtë rast. E dyta thot, po financohen mediat me thos. Nikone që bëhet kë. Nikone mije që bëhet. Po financohen mediat me thos. Ky shpenzon më shumë të pare, duke u shy zagar me fysh shqiptarët. Ju lutem regjia janë. Me fysh shqiptarët, me fysh shqiptarët. Pa vërtet, edhe në gjithu reje, edhe në gjitha dhe reje. Edhe ata që për ndëroj, jam qashik, zakohet. Po, jam zakohet. Ju lutem, qysh qamë, po zoti Zemaj. I nderuar nënkretar Gola, të nderuar deputet të kuvendit, të nderuar ministrat të qeverisë, të dashur qytetarë të Republikës, mirë se e gjejmë njëri tjetrin në seansa plenare të kuvendit të Republikës sërish, në rikthimin e shtëpisë së demokracisë, pothuajse një muaj pas dekretit të presidentes për shpërndarjen e tij. Dekreti i lëshuar ishte në shpërputhje me Kushtetutën e Republikës Kosovës dhe ka krijuar një situatë e cila kërkon qartësi, jo konfuzion, e cila kërkon përgjegjësi, jo shmangje. Gjykata kushtetuese ka folur për natyrën e Republikës sonë demokratike parlamentare dhe për kufit që kushtetuta i vendos çdo institucioni. Në këtë rend, shpërndarja e kuvendit nuk është instrument për të tejkaluar vështirësi politike dhe mbi të gjitha është vërtetuar e dëshmuar edhe nga gjykata kushtetuese tani që presidenti nuk mund të shpërndajë vullnetin e popullit as nën presion të afateve e të paqartësive kushtetuese. Vullneti i popullit nuk anulohet me dekrete dhe rrjedhimisht as nuk shpërndahet. Tani pas qartësimit dhe vërtetimit të kësaj të vërtetë të pamohueshme, sot nuk kemi një boshllëk institucional përpara nesh, por kemi një detyrë të qartë. Kuvendi është funksional dhe i kthehet punës tij. Mandati i deputetëve është i gjallë dhe përgjegjësia ndaj proceseve politikave publike është edhe më e madhe. Afatet kushtetuese janë në rrjedh, shteti nuk ka ndalur së vepruari dhe nuk ka asnjë arsye që ne ta ndalim atë. Përkundrazi, çdo përpjekje për ta ndërprerë këtë funksionim do të ishte jo vetëm politikisht e gabuar,
por edhe një president që cënon vetë idenë e ndarjes dhe balancës së pushteteve.